Prej disa ditësh në bashkinë e Lushnjës vijon puna intensive për pastrimin e kanalit kullues me gjatësi 5000 metra linear, që shërben për kullimin e rreth 250 hektarëve tokë bujqësore dhe zonave të banuara në fshatrat Bubullim, Imësh dhe Gjonas. Kjo ndërhyrje po realizohet nga ndërmarrja e kullimit me angazhimin e mjeteve të posaçme të Bashkisë Lushnje. Kryebashkiakja Ariselda Sefa po ndjek nga afër çdo ditë shqetësimet e fermerëve, duke garantuar mbështetje për përmirësimin e infrastrukturës bujqësore, e veçanërisht në këtë sezon të lagësh dimëror. Pastrimet e kanaleve kulluese dhe vaditse janë pjesë e një programi të vazhdueshëm të Bashkisë Lushnje për të rritur produktivitetin dhe sigurinë në bujqësi, si dhe për të shmangur përmbytjet në zonat rurale. Puna do të vijojë në zona të tjera me problematika të ngjashme. Bashkia bën apel për bashkëpunim nga komuniteti për ruajtjen e këtyre investimeve. Fermerët janë shprehur të kënaqur nga ndërhyrja, duke theksuar se ajo do të ndikojë drejt për drejt në cilësinë e prodhimit. Kjo është një tjetër dëshmi e përkushtimit për zhvillimin e qëndrueshëm rural.